Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Harrojini farmacit, sytë tek hithrat dhe do trajtonit këto 9 probleme. Hithra rekomandohen për trajtimin e disa sëmundjeve dhe është një nga bimet natyrale medicinale më të zakonshme në vendin tonë. Hithra që rritet dhe nis të luluzojë në stinën e pranverës deri në vjesht është shumë e dobishme për shëndetin e përgjithshëm. Po ashtu, nëse nuk i keni ditur, hithra përdoret edhe për masazhe kundër dhimbjeve reumatike që nis të përdoret fillimisht në qytetrimet e lashta. Hithra ndihmon metabolizmin dhe nxit sekretimin e lëngjeve tretëse. Po ashtu ndihmon edhe për infeksionet e traktit urinar, pastron gjakun dhe trupin nga toksinat, ndihmon në sëmundjen e veshkave, inflamacionin dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Ajo është e mirë kundër fshikëzes së tëmthit dhe ulçerës së stomakut. Për të mirat e hithrës nuk mbarojnë në këtu. Sipas UEPMED do të rendisim disa nga vlerat kryesore të saj. Hithra ndihmon në problemet e ciklit menstrual me pagjumsinë dhe sëmundjet e mushkërive. Në kombinim me bime të tjera, hithra mund të përdoren me sukses për të trajtuar problemet të radikaleve të lira, ndërsa njerëzit që vuajnë nga alergjitë duhet të pinë çajin e hithrave. Kjo është një arsye pse duhet të nisni të mblidhni gjethet e hithrave dhe të filloni t'i përdorni ato në dietat tuaja. Hithrat janë të përdorura ndërshekuj për të trajtuar simptomat veçanërisht të alergjive që shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por t'i jep edhe përfitime të tjera shëndetësore. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës bronkiale, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret në luftën kundër zbogthjen, heqjen e yndyrnave të tepërta nga gjaku. Sot në Gjermani hithra shitet si një bimë medicinale për sëmundjet e prostatës. Ajo përdoret gjithësisht në përgatitjen e shumë ilaçeve kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren shumë më mirë kundër sëmundjeve reumatizmale, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive. Rrënjët e hithrave përdoren edhe si recetë natyrale për rrënjën e flokut, cikli femëror, hemoroidet dhe ekzemat. Nëse vendosni hithrën në gishta ose në zona të tjera të prekur nga artriti, dhimbja mund të qetësohet deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë shumë më të mëdha, sa vështirë të renditen të gjitha në këtë video. Sipas Health.com do të rendisim disa nga vlerat kryesore të hithrës dhe si të këshillohet që ta përdorni atë dhe ta ndani me miqtë tuaj. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon kështu sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit, lufton alergjinë, ndihmon edhe në rastin e diabetit. I jep forcë fetusit të nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit të gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon me fryrjen dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkatrimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon me sëmundjet respiratore, ngadalëson gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, përdoret kundër problemeve të prostatës, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diarreja, ndihmon nga sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacioni. Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga probleme të shumta. Ndihmon në trajtimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe sëmundje të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorëve dhe parazitët. Mbron shëndetin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithrat në ujë dhe lëngun që konsumoni ta merrni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun, sepse hithra mund të ndikojë te një sër ilaçesh. Është të provuar se nëse jeni duke marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëngun e hithrës, atëherë niveli i rrahjeve në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqerna në gjak do të ulen ndjeshëm. Nëse merrni medikamente të caktuara, si fillim konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta përdorni atë në dobi të shëndetit. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore, për shkak të efekteve të saj pozitive në trajtimin e disa komplikacioneve. Përdorimi i kësaj bime në periudha të gjata të pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut edhe dhe të shëmurët nga anemia. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e hithrës në formë sallate ose gatuar në supë ose në byrek.
Gjithashtu mund të pihen 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon edhe në problemet që mund të shfaqen në mëlçi, por edhe në prodhimin e lëngut të tëmthit. Për këtë qëllim, mjekët rekomandohet të pihet 1 gotë në ditë nga çaji i përgatitur i hithrës. Është mirë që ai të pihet herët në mëngjes për të dhënë edhe efektet e duhura. Një ndihmë të madhe i hithra edhe në funksionet më të mira të veshkave dhe sëmundjeve të tjera reumatike dhe artriti. Për më tepër, çaji nevojitet edhe një lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në 1 gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga 1 gotë në mënyrë që të merrni përfitimet e saj. Një tjetër mënyrë për të lehtësuar dhimbjet e reumatizmës është vendosja e bimës së freskët në kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën. Vendi i dhimbjes arrihet me bimën e freskët derisa të dallohen njollat e kuqe. Një efekt të menjëhershëm jep kjo bimë edhe në rastin e diarres. Që ky problem të kalojë shpejt dhe lehtë, duhet të pini çaj hithre. Marrja e tij duhet të konsiderohet një masë e rëndësishme për qetësimin e gjendjeve. Te nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i hithrës ndihmon në prodhimin e qumshtit aq të rëndësishëm për shëndetin e të vegjëlve. Në kozmetik ndihmon kundër rënies së flokut dhe të zbogthit. Personat që kanë probleme me zbogthin rekomandohet larja e kokës me lëngun e përfituar nga zgjerrja e hithrës. Është mirë që larja të kryhet 2 herë në javë dhe të vazhdojë deri në eliminimin përfundimtar të zbogthit. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Hithra është e njohur si një tonifikues shumë i mirë i organizmit dhe ndihmon ata që kanë probleme me kolitin dhe sëmundje të tjera të zorrës së trashë. Përdoret në formën e çajit, ashtu si më sipër. Konsumi i përditshëm i çajit të hithrës ndihmon në rigjenerimin e qelizave të gjakut si dhe të lëkurës. Përdoret së tepërmi gjithashtu edhe për sistemin tretës dhe sistemin kardiovaskular, por duhet të tregoheni më të kujdesshëm me përdorimin e saj. Efektet e hithrës mund të jenë të dëmshme nëse e pini atë në doza tepër të larta, por është thelbësore që të jeni të kujdesshëm, sidomos nëse keni akumulime ujore si pasojë e aktiviteteve të kufizuara në zemër dhe në veshka, pasi në këto raste mund të ndikojë negativisht. Bima mund të gjendet kudo në zona me lagështi dhe në vend grumbullimi në përgardet e shtëpive. Është e rëndësishme që ta mblidhni atë në ambiente sa më të pastra në mënyrë që të keni përfitimet e saj më të mëdha. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Lëngu i hithrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumator, por mund të ndikojë pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm dhe plot me vlera sepse arrin të lehtësojë dhimbjet, të qetësojë alergjinë, të përmirësojë sistemin imun dhe të mbrojë zemrën, ashtu si edhe të përmirësojë tretjen, largon inflamacionin dhe lehtëson problemet e lëkurës. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht. Hithra gjendet kudo në vend, ndërsa emri i saj shkencor është Urtica dioica. Për mira vite me radhë, hithra është përdorur gjërësisht jo vetëm si një burim ushqimor me fibra, por edhe në mjekësinë bimore. Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini se ajo është e pasur me proteina njësoj si spinaqi. Hithra mund të thahet dhe të përdoret në çajra. Lulet e bimës së hithrës përdoren kryesisht në përgatitjen e këtij çaji. Çaji i hithrës është më i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium, magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithrës që është më i kërkuari në botë. Vlerat shëndetësore të lëngut të hithrës janë të mira edhe për shëndetin e veshkave. Vlerat premtuese të lëngut të hithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike që ndihmojnë në stimulimin e urinimit më të shpejtë dhe më të shëndetshëm. Lëngu i hithrës përmirëson shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka. Për çdo dyshim mund të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.